vjetori I lindjes në qiell të Homerit shqiptar atë Gjergjfishta. Eshtat e tij u hodhën në punë, e puna I shpërndau në gjithë Shqipërinë. Këtu jemi mbi lumin Ndrin në Lezhë. E kujtojmë fratin ton. I përjetshëm kujtimi I tij. Tani pa humbur kohë, do ta nis këtë aktivitet duke ftuar shkrimtarin dhe studiusin, autorin e biografisë librit I Fishtës, njëkohësisht një ndër organizatorët e këtij takimit, zotin Ernest Marko, për fjalën e hapjes. Në këtë takim përkujtimor, 85 vite besoj se janë një jetë e mirë e robit në këtë tokë. Në botën tjetër janë shumë pak, në përjetësi janë shumë pak, po të përkujtohet 85 vjet edhe të vinë kaq shumë njerëz edhe me gjithë përpjekjet që ka bën diktatura, regjime më përparshëm që ta nxjerrë nga shpirti dhe nga bota njerëzve nuk jam rrini. Sot 85 vjet ai po I bën namshim në jetën e vërtet. Patër Gjergji, të parën gjë që I shkoi mendja me bë, që pa shqiptarët u mungonte një këngë si Lahuta Malësisë, u mungonte një këngë simbol, të cilën popujt tjerë këngë të tilla I kanë ndërtuar para 2000 e 3000 vjetësh, para 800 vjetësh, kemi në Spanjë edhe në Gjermani. Shqiptarët u ra rasti që ta bëjnë të fundit, s'kishte dalë më përpara një Patër Gjergj tjetër me bë, dhe e bëni Lahutën e Malësisë, tamam për si ilaç për shpirtin e shqiptarëve, mi I bë me dashkër dhe ai u foli për Shqipni kur Shqipnia nuk ekzistonte. Kjo është gjaja. Filloi më ndërtu mas Lahutës, filloi më ndërtu Shqipëria. Pastaj Patër Gjergji kur e pa se I ka lazdru pak si tepër shqiptarët, du I njoh mirë se kush janë të metat që ata kanë, u kthye dhe bani dhe Anxat e Parnasit, bani dhe Gomarin e Pavatasit. Për me ngrit në vlera artistike edhe më të larta, shkroi Mrizin e Zanave. Kur e kuptoi se kanë nevojë për libra, për shtypshkrojen, për bibliotekë, për teatr, filloi dhe I ndërtoi ato si një mësues I thjesht e një shkolle, diku filloi u mor me këtë punë, deri dhe me skicat, deri dhe me vizatimet, deri me skenën e teatrit, e me bani çdo gjë me durët e veta dhe menimin e frejtërve tjerë që nuk ju ndan kurrë dhe nuk u shputën kurrë prej tij dhe nuk e lan kurrë në balë. Jo vetëm vepra e tij, po dhe jeta është në mënyrë të padiskutueshme, e jashtëzakonshme, e lidhur me çdo moment historik të Shqipërisë. Gjergjfishta është aty prezent me dhënë kontributin e vet dhe me bën atë që mund ta bëte ndajherë bote vetëm ai dhe askush tjetër. Mos më shpërndahen shumë data, Kongresi I Manastirit është një moment krucial. Do thoni ju një alfabet bën, por një alfabet ishte alfabet përbashkues dhe shqiptarët kishin nevojë për elementa të tillë përbashkues. Bëhet 4 vjet para shpalljes pavarësisë, kur nuk e dinim a do ta shpallnin apo jo. Kur shumë njerëz deri në 1919 akoma kërkonin autonomi. Edhe deri një orë para shpalljes pavarësisë, aty në Vlorë ka pas njerëz që kanë kërkuar autonomi. Fjalë e kuptojmë edhe vetë se në çfarë periudhe ka vepruar. Në kohën kur ishte Shkodra e rrethume, Hasan Reza Pasha, që ishte komandanti, I kërkon me shkruajt një këngë himn për me e knu ushtarët shqiptar. Hasan Reza Pasha, që ishte një pasha I Perandërisë Osmane, që nuk ishte shqiptar, kërkonte me ngjall patriotizmin e shqiptarëve, se shikonte edhe ai se ushtria ishte demoralizuar dhe donte që shqiptarët ta kuptonin se po mbronin vendin e tyre duke mbrojtur Shkodrën. Se shumë veta mund ta shifshin se po mbronin një cep Perandërisë Osmane, por po mbronin Shkodrën, që ishte një vend, një qytet I shqiptarëve. Dhe kënga e Patër Gjergjit këndohesh me fjalë tek ushtarët, edhe me dashamirësinë e Hasan Reza Pashës, se e lejoi këtë punë, e kërkoi bile një gjë të tillë. Patër Gjergji është kur ngrihet parlamenti I parë shqiptar, kur bëhen zgjedhjet, kongresi I Durrësit më përpara. Do të kalojmë në leximin e disa poezive epike, satirike dhe lirike të Gjergjfishtës, edhe ku ma mirë se vajzat e reja të Zadrims mësojnë me dasht atë dhe unë nëpërmjet frymëzimit të vargjeve të fratit tonë. Zonë dërim të pridhit,
por si amli fladerës, që më ngjitet randofilit, por si vala bregu detit, por si gjama rfes gjetare, por si ushtima një tërmeti, një ashtuar gjuha jonë shqiptare. Mimo Zotë, si më kini muë, 500 vjetë kishin kalue, vetë se të bukrën këtë shqipni, tur po e majti rëpni. Këjto latë mirën gjak, frymen të jadzan janë, as të i lanë një drit me pa, kur të keqen pa jada. Rihe, mos edhe me kja, me lullim minit në ngurë, me lullim gjapërt në murë. E batallat vargjevister, bahen pash, bahen minister. E i bien shtjelm sa hani qlines, ka të tjekun dreda shpines. E pa i qitë zaval kaptines, pa prek pen, pa prek përmen. Tu i tal, e tu i gërbal. Ndu e Leshi, i cili do të na përcjell momente të këndshme me virtuozitetin e tij. Në këtë takim, në këtë ditë të veçantë në të cilën përkujtojme 85 vjetorin të kalimit në nëmshim të atë Gjergjfishtes, mendoj që është shumë interesante për mua. Mendoj që do të jem i vetmi huaj që flet gjuhën shqipe në këtë takim. Këtë gjuhë shqipe si që sa për para që ka qenë themeli i kombit dhe ka qenë një veprimtari e ti e veçantë dhe për mua mu duket shumë interesante. Kjo gjë, mirë, vetëm desha t'ju përshëndes, pasi jeni në dioqezën tonë, ju falenderoj për ftesën, thosha edhe ju përgëzoj për takimin që keni organizuar, sepse figura e tij është e madhe, sigurisht nga ana kulturore, që i keni cekur edhe ju, por për ne, si dioqezë nga ana shpirtërore, si prift, si frat që ishte, normal ndoshta ne vlerësojmë më shumë punën e tij shpirtërore, baritore në këtë dioqezë, në kuvendet ku ai ka qenë i pranishëm. Mendoj që përveç aspekteve letërare, kulturore që të tjere do t'i cekin, për mua është shumë e rëndësishme që t'u kujtoj e të paktën në mvizoj një aspekt që ndoshta është tamam për ne të krishterët. Fakti që atë Gjergjfishta na kujton që të krishterët pikërisht sepse njohin dashurinë e Zotit, pikërisht sepse e duan fort Zotin, Krishtin, kudo që kanë qenë, kanë dashur gjithmonë vendin e tyre. Ju përgëzoj për takimin dhe ju uroj një takim të mbarë. Të pranishmit që janë këtu në këtë sallë, gjithashtu përshëndes në mënyrë të veçantë organizatorët e këtij takimi të kësaj masdrekje me shumë rëndësi për 85 vjetorin e atë Gjergjfishtës. Unë po i lexoj disa gjëra, por ndonjë
dhe ka dalë. Asnjënit besoj se i vërtet veshi, por është ma me shef për atë që u përmend u ripërsërit. Si që dim të gjithë, Pater Gjergji u lind në fshatin Fisht në vitin 1871 në një familje të madhe me numër pjesëtarësh. U pagzu me emrin Zef, fillimisht, por sipas rregullit fetar, ai mori emrin Gjergj në përgjasim të Shën Gjergjit dhe me një objektiv për të ecur gjithë jetën në rrugën e tij, gjë që ndodhi realisht. Sipas Pashkobardhit, shok shkolle me tem, fillimet letrare të Gjergj Fishtës janë vargjet përshëndetëse me raste festash për bashk studentët e tij dhe kolegët që nga viti 1886, kur ishte 15 vjeç. Këto vargje përshëndetëse nuk arritën deri tek ne, dhe as libri i shkruar prej tij kur ishte gjakon, i titulluar Bejta të gjakonit të ri. Demonstroi pjesë nga lahuta e malësisë tek kënga Lidhja shqiptare e Prizrenit. Shkrepi djeli o buzo cukali, te jet genoj morioti zona e malit. O e jet knojm në lahut e malësise, se këta krenë të shqiptaris. O në Prizren tek janë bashkue për me folë me kuvenue, ose në Berlin o është ba plesnia, o në kom shkjaut me në Shqipënia. Nikola oj malit zije, po don të Shkodrën e more deri në drije. O me nedzëze, o me lojt qka u more pa i harush me ne, e thue se s'ka more pa i shqiptar mi dhe. Ma ka dal, more shka dhe vraftë more, më stërni pa o të kastriotit. E në bashë me kënë o cari Rusise, nuk ashkel troje Shqipënis, se kur për jetor o di shqiptarit, s'ka me i randor gospodarit, si bjen e do Shkodras malësia. Ej, pa u farue, e o kret shqiptari janë johe. Paraprakisht uroj me gjithë zemër organizator të këtij takimit, tash që të mos zgjatëm shumë, lidhun me veprën sepse në një farë mënyrë për jetëshkrimin e poetit tonë kombëtar Fishta, të cilin këto troje kanë fatin me pas birin e lindën këtu, folën dy pararancit, miqtë e mi Ernesti dhe zotnia Reka. Nërsa asaj takon në korpusit veprës letrare të Fishtës, sigurisht unë po bëj një panoramë telegrafike, paraprakisht mundem me thanë që statistika krijuese, segmenti kohor kur Fishta shtjellon gjithë krijimtarinë e vet letrare, janë viti 1902 kur për herë të parë po themi boton këngën
janë prej këngëve të lahusë Malësisë, pa përmend në krim tjetër të mëhershëm, dhe mbyllet me kur mbyll syt Ernesti e Çeku te ajo lirika, përmbledhja lirike e fundit, por në fakt ndoshta një kufi funor kështu i krimtarisë ti vlen të përmendet edhe ai kunorzimi i botimit të lahusë Malësisë në vitin 1937, ndoshta është gjaja momenti më serioz i krimtarisë artistike letrare të Fishtës. Sigurisht veprat tashmë të njohur, rrok të gjitha gjinit e shkrimësisë në letërsinë shqipe, të fillu prej poezive lirike, të cilat njifet janë ato vëllimet e para Mrizi Zanave, i botuar për para 1913, dhe epika që është kryevepra lahuta, jo vetëm e Fishtës, por kryevepra e letrave shqipe, bashkë me Baritë e Betlemit, e cila është një poem epike pa marrume, por që është ribotu, pastaj është botu në botimet e plota, në korpusin e madh një vend transishëm zën edhe dramaturgjia. Përmendet jo shpesh dhe unë jem disi keqardhur, po them thojza, sepse Fishta është autori 40 dramave dhe melodramave, dhe ato i kanë ardhur si nevojë jo vetëm krijuese, por edhe si nevojë për themelimin e teatrit shqiptar. Duhet të dim, të kujtojmë, sepse nuk është e paditun, që në Shkodrën e asaj kohe, pra nga viti 1920, shekullit kaluar dhe deri në vitet në përfundimin e luftës dytë botërore, në 44-shin, në Shkodër numëroheshin 6 salla teatrosh, 6 salla shfaqjesh, ma pakta prej të cilëve kishte 200 vende. Dhe sigurisht këto ishin radhë parë të Franceskan, të jezuit, salla tjera, e tjera, disa salla që nuk është rasti mi përmend, po përmend një sallat për me sjellën vëmendje atë që i përmendet më radhë, siç thash, në korpusin e veprës Fishtës është dramaturgjia. Përtej kësaj, vend transishëm dhe shumë spikatur në letrat shqipe zën letërsia satirike e Fishtës. Janë të njoftuna Anxat e Parnasit, të cilin ai boton në 1907, dhe pastaj i vën kapak të mrekullueshëm me satirën Gomari Babatasit, e cila është njoftun satirës politike, e cila edhe sot e kësaj ditet jo vetëm është në panteonin, po themon, të letërsisë satirike shqiptare, por edhe sot militon, aq sa mund militoj letërsia satirike, me fshikullimin, me potencën, forcën e jashtëzakonshme satirike, ajo sot e kësaj ditet është kaq aktuale. Disa prej nesh besojnë këtë sallë kanë pas rastin me pa 2-3 vjet më përpara të rivuar në skenë prej 2 regjisorëve të mirë të Shqipërisë, Altin Basha janë një prej tyne, në Tiranë dhe në Shkodër, unë kam pas rastin me pa të shfaqje, dhe sot e kësaj ditet janë kaq aktuale, çka do të thotë se talenti i Fisht ka shkëlqyer në këtë aspekt, dhe e fundit, po them unë, po jo për nga rëndësia, në korpusin e veprës Fisht është ajo që përban publicistikën. Duhet ta dim, edhe dim sigurisht, por duhet ta kujtojmë shpesh edhe gjithnjë ta përmendim që Fishta, aq sa është ky shkrimtari kolos i letrave shqipe, po kështu është personaliteti më i shqumë pa dyshim që vullos epokën në të cilën jetoj, në kuptimin social, politik, zhvillimor të këtij vendit. Këto që në lartësi janë dëshmuar gjuhën të historisë njerëzore. Në epokën e Paleolitikit e kemi të dëshmuar në Gajtan, në epokën e Pavarësisë në balkanimin e qytetës, në epokën e bronzit në dëdhonën e kurit të zi, në epokën e hekurit në tumat e lirë të në shaldit e Trashanit, me qytetet antike mesjetare të Dejes e të Sapës, të Danjës e Rjetër. Si dhe me pasuri të madhe të trafikimisë kishtare mesjetare vetë në grafike, që dëshmoni që është toka premtuar e njerëzve të thjeshtë dhe të mëdhenj. Kjo tokë e bekuar sot po kujton birin e saj më të ndritur, atë që është Fishta,
i cili 85 vite më parë kaloi në akshin. Ky njeri nuk u shua kurrë, ai jeton në fjalët e saj, të rreshta të shkruar në kontributin e dhënë në historinë e tyre. Agji Ergji ishte vazhdimsi një tradite qindra vjeçare të atij kleri katolik që kishte luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin politik, social, arsimor e kulturor gjatë gjithë historisë së vendit tonë, ku përveç detyrës së tyre fetare, shpeshherë në varësi të kushteve historike dhe lokale, kishin arritur që farë laftësive të tyre të zotronin pozitat e larta në jetën shoqërore, politike të vendit, pasi përbënin kategorinë më të arsimuar, kryesisht në shkollat perëndimore, të cilët dinin të shkruan dhe të lexonin deri në disa gjuhë të huaja. Në kushtet kur në Arabri nuk ishte shkolla laike, kisha ishte institucioni ku fëmijët e të rinj merrin mësimet e para fetare dhe jo vetëm. Aty krijoi edhe muzeun e parë arkeologjik në Kolegjin Franceskan të Shkodrës. Në kolegjet e kisha katolike u përmësuan vetë farkëtarët e parë të gjuhës shqipe. Këtë vend u bën punishtet e lindjes së shkrimit dhe levrimit të gjuhës shqipe. Klerikët vendosen bazat e para shkencore të gjuhës shqipe, mbi të cilat u zhvillua gjuha jonë si një nga gjuhët më unike të gjuhëve të grupit indo-europian. Ndonse burimet historike dëshmojnë këtë gjë, në periudha të ndryshme historike nuk janë. Sot, 30 dhjetor 2025. Kjo datë na kujton 85 vjetorin e ndarjes nga jeta të Agjer Shvishtës, birit të Zadrimës. Agjer Shvishta, gjatë gjithë jetës e tij, u përkushtu fjalës, patriotizmit dhe me pendën e tij luftoi gjithmonë për ngritjen e moralit dhe zemrës së shqiptarëve për kombëdhatëve. Njerëzit si Agjer Shvishta, që është neri i Zadrimës, biri i Zadrimës, por dhe neri për kombin shqiptar, do kujtohet gjithmonë dhe veprat e tij. Veprat e Agjer Shvishtës, edhe sot pas shumë viteve, janë aktuale. Në bibliotekën time kërkova do gjeta 2 libra, shumë vlerë, të cilët po citoj pak rreshta. Mrizi i Zanë, Agjer Shvishta. Shqiptar, në gjoni pash zotin, po ju kur s'munet ndrit me dal Shqipnia. A thue pra në terë po i lini me shku motin, ta shje dërgoj të bardhin fat përënia, flamur me ngrehon në vedi, e gjesh kastriotin, e të parët, a thu kështu do t'i korit një pënia, ke shoq me shoq, enes ke më rënë fije, ke ven fitimin para gjdo Shqipnie, jo shqiptar, jo, mos e lëshoni dore, Shqipnin e mirë, këte atë me të bekume, e cila sot përvujt, si vash konorët, se pari po hin ndër fiset qytetnume, a thue pse tepër të mushta, i ketër thoret, me lanë dhe nes pra punën, këmbët huj po shtrume, edhe pak reshta, nga lahuta malësis. Unë zotni në ushtri kam dalë, jo me turq, por me shqiptar. Turq atë kështen si janë gjithmarë, pse si të kështen si Muhamedan, Shqipnin zbashku gjithë e kanë. E pranaj të gjithë do të qëndrojmë e do të luftojmë, kem me u ban kartar, priten, hoxalar për Shqipni. Agjer Shvishta është dhe do mbetet gjithmonë i qallë, me veprën e tij që do të punëzoj pres pas brezit shqiptarëve. Për këtë, sot, në 85 vjetor, do në përkujtim të tij, do hedhim lule këtu në këtë moment. Për ty, Agjer Shvishta, nuk dalin të gjithë lulet e botës. Në përkujtimin dhe emrin tanë të madh, në veprën tonë, si biri i Zadrimës dhe si biri i gjithë kombit shqiptar. Lavdi për jetë veprës tonë, Agjer Shvishta. Gjithë lulet e botës po t'i mbledhim, nuk do t'na dalin. Respekti burrit madh, që luftoj gjithmonë. Për atë dheun, për fenë, për gjithë njerëzimin e Shqipërisë.
nga ura bunës Shkodër, Liza Deja Prendi. Ju faleminderit. 85 vjetori i kalimit në Anshim i Homerit shqiptar Atë Gjergj Fishta. Eshtrat e tij u hollën në bunë e buna i shpërndau në të gjithë Shqipërinë. Tu jemi mbi lumin Gjadër në Dajç të Zadrinës. I pavarruar qoftë kujtimi